Mbrojtja e Thachit keq orienton kur thot se Azem Sula, një prej antarëve të NKP-s, ka qenë në pozicion të dinte kush kanë qenë antarët fillestar të shtabit të përgjithshëm. Kjo në fakt është në mos përputhje me atë çka shton për Hashim Thachin si një nga themeluesit e UÇK-s. Në provën 847, Sula flet për përbërjen e parë të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s. Ai evidenton Thachin, Kadri Veselin dhe Recep Selimin si antar themelues. Në provën 1875, Syla në fakt flet për diçka tjetër. Gjegjësisht se çfarë konsideronte ai një takim themelues të UÇK-s në dhjetor të 1993-shit. Ai qëllimisht nuk i përmend pjesëmarrësit në atë takim, as nuk pretendon se ka renditur të gjithë themeluesit e UÇK-s që kanë qenë pjesëmarrës në këtë mbledhje. Prova të tjera, sikurse në provën 186, tregon që themelimi i UÇK-s është kuptuar në fakt tamam në prill të 93-shit, në një mbledhje tjetër, ku nuk ka marrë pjesë Azem Syla, po në të cilin ka marrë pjesë Adem Jashari, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe të tjerë. Provat tregojnë vetëm dallimet në cilësimet e momentit themelues të UÇK-s, por kjo nuk është një mos përputhje nëse ishte apo jo Thaçi një prej themeluesve. Sikurse e tha zoti Tiker, kur e pyetën Thachin, ZPS-ja, kur u bë antar i shtabit të përgjithshëm, përgjigjja e tij ishte se e dihej nga të gjithë që ai ka qenë një prej themeluesve të UÇK-s. Provat e dorës së parë, ku mbështetet mbrojtja e Thachit në paragrafin 127 të dosjes së vet, ku përpiqet na tregon që Hashim Thaçi është kyçur në shtabin e përgjithshëm në nëntor të 98-s, në fakt burojnë nga Sokol Bashota, dhe vetëm nga Sokol Bashota. Dëshmia e tij në fakt kontradiktohet nga një malë me prova. Përfshirë edhe vetë përshkrimin Hashim Thachit në lidhje me punimet e brendshme të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, përpara, edhe këtë mund ta shihni në provën 771 dhe provat shtesë, të cilat mund t'i lexoni në dosjen 101, 482 të dosjes son. Nuk është e qartë fakt as nëse mbrojtja e Thachit vetë beson Bashotën lidhur me këtë, sepse ata kanë argumentuar në deklaratat hyrëse se Thaçi është ftuar të bashkohet në shtabin e përgjithshëm në pranverën e 1998-s përpara se të përshkruanin logjistikën dhe përgjegjësitë për media që ka pasur ai. Këto mund ta shihni në transkript në faqe 2303-2304. Provat që ka dhënë Sokol Bashota nuk mund të jenë të besueshme lidhur me këtë pikë konkrete. Pra, kjo tregon se duhet parë me kujdes besueshmëria e tij lidhur me aspektet që ka diskutuar, sepse ai, në fakt, duket që ka qenë në favor të të akuzuarve. Nga pozicionet e Thachit pranë UÇK-s, pra për shkak të pozicioneve që ka pasur në UÇK, ai ka kontribuar në një sër veprash penale të pafundme, të cilat ne kemi diskutuar në paragrafët 482-507 të dosjes son. Dhe nuk është thjesht kontributi që i ka dhënë UÇK-s për qëllimet e përgjithshme politike, apo kontribute neutrale, siç diskuton mbrojtja e Thachit në paragrafët 112 dhe 118. Mbrojtja e Thachit mbështetet shumë në fakt në çështjen e gjykatës penale Mbarushimana.